Zoti Gjoni, fjala është për ju për pyetje. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit zoti ministër. Pyetja ime e parë ka të bëjë në lidhje me nenin 101 të Kushtetutës dhe po ti referosh këtij ligji, thuhet që aktet normative të cilet kanë fuqinë e ligjit për marrjen e masave të përkohshme, këto akte i dërgohen menjëherë kuvendit, i cili mblidhet brenda 5 ditëve nëse nuk është mbledhur. Tani nga data 8/10 deri me datën 21 që ka ardhur kjo shkresa, se parlamenti duhet ishte mbledhur brenda 5 ditëve normalisht, sipas Kushtetutës, ë? Tani është faji i ministrisë apo është faji i kuvendit që akti normativ diskutohet sot, ë? Po jo më vonë që parlamenti mblidhet, thotë. Brenda 5 ditëve, edhe në rast se nuk është i mbledhur. Pra edhe në rast se është kohë pushimesh, duhet të ishte mbledhur. Të paktën sipas kësaj dispozite ligjore. Kurse kur nuk miratohet, brenda 45 ditëve humbasin fuqinë dhe nuk mund të disbursohen. Pyetja e dytë ka të bëjë në lidhje me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, me qenë se zoti Manja e përmendit se thotë do bëj pyetje për Lezhën, po kam përshtypjen që zoti Manja nuk është interesuar për Lezhën, është interesuar për një pjesë tjetër. Më fal. Po jo. Në fakt prej teje presin se ti ke lekët e buxhetit. Absolutisht. Tani me që si kam unë, po unë drejt me bë pyetje kam, ë? Pas ti se ke se të kishin, do i kishin qu. Dakor. Tani, me qenë se janë disbursuar rreth 6 miliard lekë shtesë në këtë. A mendoni që për rrjetin e amortizuar të energjisë elektrike, që është një gangren jashtëzakonisht shumë e madhe për Lezhën dhe për Kurbinin, do ketë disbursim të fondeve, sepse rrjeti i transmetimit sot është i viteve 1970. Dhe Lezhë dhe Kurbini po vun mungesën e energjisë elektrike në mënyrë të vazhdueshme deri në 15 herë në ditë ndërpritet energjia. Pyetja e tretë. Po përsëri në lidhje me disbursimin e Ministrisë së Infrastrukturës. Është turmenduar më të madhe se është realizuar një tender për funksionimin e urës së vjetër të Milotit. Dhe duhet që të kishin filluar punimet. A keni dieni është disbursuar shuma sepse gjatë periudhës së verës ka qenë një gangren jashtëzakonisht shumë e madhe, sidomos për pjesën e shqiptarëve të Kosovës dhe për pjesën e turistëve, dhe duhet kishte filluar në muajin tetor sipas njoftimeve gjithmonë të mediave, dhe sot e kësaj dite është nëntori dhe nuk ka filluar. Pyetja e tretë. Juve thatë që një nga efektet negative në lidhje me vjeljen e TVSH-s është kursi i këmbimit. Po, a keni marrë në mas në lidhje me stabilizimin e erës, sepse ka humbje të mëdha, jo vetëm në raportet e import-eksportit, por edhe të njerëzve, fasonve, kryesisht, por edhe të njerëzve të cilët kanë lidh kontratat të ndryshme, qoftë dhe brenda vendit, me kursin e këmbimit i cili ka qenë para disa vjetëve, të cilët efektet financiare po bëjnë që të vujnë një pjesë e madhe e njerëzve. Dhe pyetja e katërt, juve thatë që do jepni një bonus në lidhje me pensionistët. Edhe kjo është normale sepse është shtresa më problematike. A keni ndërmend juve që të rritni pensionet në lidhje me pensionistët në planin tuaj, pasi edhe para ca ditësh, para parlamentit, kishim një grup të madh protestuesis që ishin pensionistë. Faleminderit.